Të dallojmë pra një viroz nga një infekcion bakterial. Atëherë virozat, Shenja tipike të secilës. Virozat zakonisht janë situata ku zjatin rreth 3 ditë, fëmia është i lodhur me një temperaturë febrile, subfebrile, diku te 38,5. Është një gjendje e përgjithshme, jo shumë e rëndë, domethënë është aktiv, pavarësisht se mund të jetë me rruf, me koll, është aktiv, ndërsa kur komplikohet pastaj me infeksione bakteriale, aty temperatura mund të bëhet shumë e lartë, rezistente, fëmia mund të jetë i përgjumur, shumë i lodhur, në këto raste duhet të paraqitet patjetër te mjeku specialist. Kur ka vështirësi në frymarrje, nuk ushqehet mirë, sidomos tek grup mosha 0-3 muajsh, dhe në këto grup mosha duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse është një grup moshë delikate, nëse kanë temperaturë nuk ushqehen, duhet të paraqiten patjetër te mjeku specialist apo dhe te ne në urgjencë. Në rastet kur kanë shumë të vjella, nuk ndalojnë të vjellat, në rastet e diareve me gjak, këtu për shembull, dhe këtu jemi në infeksione bakteriale që duhen trajtuar patjetër.